Mbikalimi i shpejtësisë vazhdon të mbetet një nga shkaqet kryesore të aksidenteve në trafik, ndërsa policia vijon me aksionet kontrolluese në rrugë me qëllim parandalimin e pasojave të rënda. Edhe krahas gjobave të larta për këtë lloj shkelje, i madh mbetet numri i shoferëve që drejtojnë automjetin me shpejtësi të lartë, duke rrezikuar jetën e tyre dhe pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion. Vetëm gjatë ditës së djeshme, në intervalin kohor nga ora 14 deri në orën 15:30, punonjësit e policisë nga sektori i punëve të brendshme Tetov dhe Departamenti i punëve të brendshme Gostivar kanë realizuar aksione kontrolluese të përforcuara me radar në rrugën Gostivar-Tetov, gjatë të cilës janë konstatuar 3 raste të tejkalimit ekstrem të shpejtësisë. Sipas të dhënave zyrtare, është ndaluar personi me iniciale JL, 35 vjeç nga Zhelina, i cili ka drejtuar automjetin Mercedes me targa të Tetovës me shpejtësi prej 162 km/h në zonën ku kufiri maksimal është 80 km/h. Po ashtu personi me iniciale HL, 58 vjeç nga fshati Raveni Gostivarit, është kapur duke vozitur automjetin Volkswagen Golf me targa të Gostivarit me shpejtësi prej 174 km/h, ndërsa personi me iniciale VB, 44 vjet nga Shkupi, ka drejtuar automjetin Toyota me targa të Shkupit me shpejtësi prej 150 km/h. Të 3 shoferët janë arrestuar menjëherë në vendin e ngjarjes dhe janë dërguar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov njoftojnë se pas dokumentimit të plotë të rasteve ndaj personave të lartë përmendur, do të ngriten kallëzime penale në bazë të nenit 297 të Kodit Penal për drejtim të pakujdesshëm të mjetit motorik. Policia apelon tek të gjithë shoferët që të respektojnë kufizimet ligjore të shpejtësisë dhe rregullat e qarkullimit, duke paralajmëruar se kontrollet me radar dhe patrullimet do të vazhdojnë me intensitet të shtuar edhe në ditëve në vijim, për të rritur sigurinë rrugore dhe për të parandaluar aksidentet me pasoja fatale.